Një banesë ka rënë në flak pas ditën e së martës në lagjen Pavarësia në Vlorë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 15:30 minuta në një blok banimi i tepërt të populluar në zonë. Mësoj se shkak i flakëve ka qenë shpërthimi një bombule gazi, siç tregon edhe vetë administratori i apartamentit në fjalë. Në momentin e ngjarjes ka qenë në brendësi të banesës së bashku me 2 fëmijët e saj. Ajo tregon se në balkon ka shpërthyer bombula, teksa fillimisht e ka menduar se ishte tërmet, pasi vajza e saj po thoshte që duhet të dilin jashtë dhe më pas ka parë flakët, të cilat, sipas administratores, kanë përpir brenda pak minutash të gjithë banesën, e cila ndodhet në katin e dytë të një godine banimi në brendësi të lagjes. Fatmirësisht, personat që jetonin aty kanë shpëtuar pa lëndime. Po flini. Flini gjumë, plasi gazi. 2 kiloshi. Në gjumë këtu të kuzhina, me gjithë fëmijë po shqyr, më shpëtuan fëmijët. Zot, shqyr më shpëtuan. Po, u trëma se thashë, kjo tha, ona është pesë zjarri, që pa vajti më të një pak më ta. Për t'i bërë fëmijëve aty të sopa, ma është pesë merë fëmijë, kujtojës më si zhëra tërmeti. Zvar, kalamasht. Po, jam bërë, po qa me bëjmë shëndeti. Sipas informacioneve, nuk ka pasur personat të tjerë të lënduar, të cilët e kanë qenë banor të pallatit. Dëmet materiale në banesën në fjalë janë të konsiderueshme, e cila mund të jetë tashmë jashtë funksionit, por ka dhe shumë dëmtime të banesave sipër apo pranë saj. Pas shpërthimit të bombulës së gazit, banorët e pallatit përshuajnë momentet e frikshme sipas tyre të atyre minutave të tmerrit. Dhoma që është balkoni andej, vajzë e vogël te salloni, unë e dëgjova me një fjalë një krisëm të madhe. Thash unë kush u qellua me armë në atë kohë pash policat, edhe thash pastaj qa pati dalë, shikoj në dritë e balkoni im, dritë më erdhi drita direkt kështu. Po është dëmtuar do me gjumit djalit. Edhe unë rrëmbeva vajzën, nusja në atë kohë me djalin ndonëm direkt, që atë themi më janë tronditëm si që shikoni. Shumë fare, një musha qa plasi, u trëmbëm jashtë masë. Sa dëmë më të ndërë? Nuk e ditu, brënda unë zvajta do të, dhe tani që yra atje që mora. Si pasoj bomblës së gazit, apo? Po e kësaj gjitones poshta. Ke frikë në natë vesh në shtëpi prapë? Kam shumë. Po gjitones të bësh shtëpia, bësh plotësisht? Jo, balkoni dhe kësaj dhe me gjumit. Nëna, është e dyta herë kjo që digjet kjo banesë? Nuk e di, unë edhe 7 vjetë kemi vlam, jemi me kredi akoma. Je për lotur? Shumë digja po lemë, dhe jam me agjërim në gojë dhe do. Efektivët zjarfikës kanë bëritur në vendngjarje pak minuta pas shpërthimit të flakëve dhe kanë bërë të mundur izolimin e tyre, duke mos lejuar përhapjen në banesat të tjera të pallatit. Dëmtime janë konstatuar në 3 banesat të këtij pallati, por edhe në një automjet të tipit Benz që ndodhej poshtë shtëpisë në momentin e ngjarjes në fjalë.